Si ndjeni në këtë 81 për vjetor të ditëlindjes? E ndjej veten si njeri i nderuar, që po më bëhet, që filloj nga shoqata kjo. Edhe e dyta, e ndjej veten i gëzuar që jam në gjendje, megjithëse 81 vjeç, por jam në gjendje akoma, deri tani jam duke punuar. Edhe uroj Zotin, do më që dëshiroj që ti e mirë sa ti jem me keme me dorë. Ju keni qenë pjesëmarrës në luftën për çlirimin e vendit. Si keni kaluar, si keni përjetuar? Shiko, atëre ishte periudha e luftës nga 39 deri në 44, edhe ishe bere modës në gjithë popullin shqiptar, se ndjejnë vetën që ishin të okupuar nga Italia fashiste dhe filloi lëvizja që shpejt, lëvizja antifashiste, gradualisht arriti që na përfshiu dhe neve në moshën, unë atëherë isha në moshën 16 vjeç, po lëvizja filloi kysh në 14 vjeç, po thojmë ato grupet antifashiste në këtë pashu, edhe ishin bërë të gjithë të ndërgjegjshëm që të arrijmë të mirëm i madh dhe i vogël, të mirë të pushkën krah. Edhe bashkë së gjithë rinia e qytetit Fier, edhe unë u përfshija në rreshtat e grupit partizane. Ju kanë vlerësuar në punën tuaj si fotograf? Shiko, secili bën vend vetes. Edhe nëse më kanë vlerësuar, unë nuk them se janë personat që më vlerësojnë mua, po isham unë specialisti që ja kishin nevojë ata punës time, pa më fusin atë respekt. Por unë ja dedikoj specialitetit tim, ja dedikoj korrektësisë punës time, edhe kam punuar me ndeshmëri, nga kjo jam respektuar dhe jam nderuar, do të thënë, nga shokët sigurisht po të gjithë, por edhe nga ndërmarrja jam respektuar, jam nderuar. Cilat kanë qenë momentet më të bukura në punën tuaj si fotograf? Momentet më të mira unë konsideroj, do të thënë, kur kënaqesha unë, me fjalë, kur kënaqesha unë ishte kur më respektojen, kur më pyesin për shumë gjëra, kupton. Ai dukesh se edhe unë me ndërgjegje të pastër, kam qenë gjithmonë i çelët, për cilin do qoftë që pyese për zanatin, unë ngesha me t'i shpjeguar, sikur isha me detyruar që ta ndihmoja. Edhe gjatë kësaj kohe që kam ndihmuar shokët gjithçu, edhe fëmijët e mi njëkohësisht i kam ndihmuar sepse ata kanë lidhur te fotografi, domethënë ata e morën në zanatin vetvetiu gjatë kohës, por që Cilët nga fëmijët tuaj e kanë trashëguar këtë Turi është ai që e trashëgoi se erdhin sa isha unë në punë, që në 8 vite njëshin, edhe kur dola unë në pension në 87-ën, Arturin e lash në punë, gjatë kohës, atë do të kem ndihmuar pa tjetër, shik më tepër se sa të ndihmojëm shokët djeta, edhe Arturi beri shumë për para, u kthye sistemi, u privatizua gjithë, tërmarrja që shtetërore u shpërnda, edhe Arturi mori pjesën që takonte në dyqanit, e vazhdoi veç asaj që mori atje, pa i nuk ndaloi me atë, ngrite një vend tjetër, një dyqan tjetër në tjetër vend, ku është dhe sot, edhe për atë se si e sot, duket atje, është avansuar shumë mirë. Ndërsa fëmijët tjerë, megjithëse edhe djalit tjetër unë desha ta merrem, i hapa dhe dyqan në lagje një maj që e kam atje, por ai nuk dëshiroi që të vinte, edhe në dyqanin e tij
kam vendrin e Çupës, më të Benin, punon ai atje, po erdhi djali matë le ta ketë, po seri ta gëzoj edhe ky njeriu shtëpisë është. Dhe ja ku ditën e djeshme, shoqata e pensionistëve Degafier me mbështetjen e organizatës e veteranëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare e me përkujdesin e kryebashkiakut të qytetit Bafqar Zeqej, organizoi një festë sa të bukur e emocionante kushtuar figurës së Etem Rustemit në 81 vjetorin e lindjes së tij. Kishin ardhur me këtë rast pensionistë të moshave të ndryshme, familjarë të mjeshtrit Rustemi, të brezave të ndryshëm gjerë tek nipat e stërnipat e tij, shok e miq, përfaqësues të fotostudios Rustemi e të televizionit Apollon, si dhe të ftuar nga kryesia e shoqatës e pensionistëve në Tiranë e nga rrethet të tjera të vendit deri nga Kuksi i Largët. Nderonte me pjesëmarrjen e tij deputeti socialist Albert Çaçi dhe nënkryetari i organizatës së veteranëve për rrethin e Fierit, Thoma Meço. Ceremoninë festive e hapi kryetari i shoqatë për Fierin, Ramiz Basha. Është nder dhe kënaqësi e veçantë për shoqatën Bashkimi i Përgjithshëm i Pensionistëve të Shqipërisë, Degafier, të festoj 81 vjetorin e ditëlindjes të një profesionisti me vlera të mëdha, si që është fotografi Etem Rustemi. Kryesia e shoqatës pati të vështirë për të zgjedhur një kandidaturë të përshtatshme, mbasi në shoqatën tonë të pensionistëve militoi aktivist me vlera në të gjitha aspektet e jetës së. Me të drejtë kryesia vendosi se një prej atyre që plotësojnë këto vlera është i nderuari Etem Rustemi. Nën tingujt e muzikës, le të ndjekim për çaste të tëra, këngë e valle gjatë kësaj ceremonie kaq të bukur festive. Me ngrohtësi u prit përshëndetja e Zotit Çaçi, të cilin ai e shoqëroi me një dhuratë të bukur simbolike me një tuflulesh. Do të urojë në zemra që jetë gjatë edhe 100 vjet bashkë me fëmijë, nipit, ngresat. Flatë sot për Etemi është një kënaqësi pasi nuk ka familje në qytetin e Fierit, familje fierake, që nuk ka gjurmët e punës e Etemi me shpinën e tyre nëpërmjet fotografive. Etemi hyn në kategoria e atyre profesionistëve të ndershëm që familjen e mbajtën në punën e tyre, në profesionistin e tyre me ndershmëri dhe respektin që ka fituar përmjet punës. Sot Etemi është në muzej gjallë për qytetin e Fierit, pasi vepra e tij ka përqiuar ditë tjetër në vitet e qytetit tonë. Unë edhe njëherë, në shenjë të respektit, do t'i dhuroja një buqet me lule. Të uruar një në zemra, jetë gjatë, dhe të uruar që ashtu se dhe punën tuaj të nderuar, djali juaj e ka dhënë hipo që përpara, dhe një kënaqësi tjetër që një familje fierake të përshë përpara të tradicionale që ju e keni fituar me punën djersën e ndershmërinë tuaj. Edhe një jetë lumtur. E ndërkaq, vallet më pas përshëndetën zëvendës kryetari i shoqatës kombëtare të pensionistëve dhe nënkryetari i organizatës e veteranëve të luftës për rrethin e Fierit, Thoma Meço, i cili ndër të tjera i dorëzoi Zotit Etem një certifikat nderi në emër të kryesisë së Komitetit të Veteranëve të rrethit të Fierit. E ndjej veten shumë të gëzueshëm dhe të lumtur që mor pjesë në këtë jubilej, sa të gëzueshëm aq edhe të lavdishëm për familjen e Zotit Etem dhe të gjithë pensionistëve e të moshës së tretë të qytetit të Fierit. Gjej rastin që në emër të kryesisë të shoqatës Bashkimi i Përgjithshëm i Pensionistëve të Shqipërisë dhe personalisht të kryetarit të saj, shoku Bektash Zite, t'ju falenderojnë nga zemra për ftesën që na ka bërë kryesia juaj gjithmonë në emrin tuaj. Po
qofshi edhe të tjera të këtima nga jubile dhe qofshi të gëzuar të gjithë pensionistët e qytetit të Fierit dhe Magjerë. Në emër të Komitetit Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionale Shqiptare, ju përshëndes dhe të sjell gjithë të mirat, respekt, mirënjohje për të jetë që e kaluar. Në emër të kryesisë të Komitetit të Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionale Shqiptare të Fierit, ju dërgoj me këtë rast një mesazh urimi. Shokut e Tem Rustemi, me rastin e 81 vjetorit të ditëlindjes, Komiteti i Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionale Shqiptare ju shpreh mirënjohje dhe gjithmonë si partizan dhe pjesëmarrës në brigadën e 11 sulmuese. Pra, i nderuari e Tem nuk është vetëm pensionist, por është edhe një thesar i luftës antifashiste nacionale shqiptare, i cili si shumë të rinë e të reja të vendit tonë rroku armët dhe i doli sot çlirimit të Atheut. Dhe çlirimi i Atheut nuk ka ngjyrë politike. Çlirimi i Atheut ne u çliruam nga nazifashistët dhe bashkëpunëtorët e tyre. Dhe një kontribut të çmuar dha i nderuari e Tem që kemi sot. Dhe këtë mesazh urimi e dërgon Komiteti i Veteranëve. Komiteti i Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionale Shqiptare, kryetari Tashko Laka. Edhe një tu brenda i dashur e Tem, je një album të Luftës Antifashiste Nacionale Shqiptare. A ke kritikim? Rok, çfarë po e them? Edhe një. Faleminderit shumë për të gjitha, por plusa e kësaj se ka emocion. Nuk ka qafë partizanët e Tem. Era të njëri të një sigur. Era të përsëritë. Faleminderit shumë. Në emër të familjarëve, përshëndeti i biri i Tem Rustemit, vazhduesi i veprës së tij, tashmë presidenti i televizionit Apollon, Artur Rustemi. I përgëzoj nga thellësia e zemrës të gjithë zotërin dhe të gjithë pjesëtarësit që janë këtu në ditëlindjen e babait tim. Dhe këtë dëshiroj të çdo familje të ketë gëzime ditëlindje. Po është problem gjithmonë për gëzime. Dhe respekt për brezin e tretë, përshëndes organizatorin e kësaj zotin Ramiz, janë të gjithë për të përshëndetur, nuk i veçoj dot. Fjalët e ngrohta nuk do të haruar të zotit Thoma. Njeriu ka nevojë edhe për fjalën e ngrohtë. Që të ndihemi të kënaqur në vendin tonë, të ndihemi qytetarë si qyteti, ne kemi vetëm dorë. Duke ndihmuar njëri tjetrin, duke respektuar njëri tjetrin, kemi respektuar vetën tonë. Në fjalë, ky respekt që i bëhet zotit e Tem sot, babait tim, i është bërë çdo njeriu, ja ka bërë vetes, ka ngritur, ka lartësuar veten për gjykimin tim. Përshëndes dhe vazhdimsinë e zotit Çaçi që shkoi gjithmonë pranë qytetit Fierit, atje ku shtohet rruga, atje ku ka nevojë më shumë qyteti, patjetër që brezi i tretë është më në nevojë. Dhe ju respektoj gjithë. Përshëndeten gjithashtu edhe e motra e Tem Rustemit Vesfije Këmbora dhe Agron Gjerazi, pjesëtar i stafit të televizionit Apollon. E përshëndetje të bëhet edhe 100 vjeç. E ndërkaq, vallet vazhdojnë dhe vazhdojnë. Në pamundësi shëndetësore për të marrë pjesë në këtë festë të gëzueshme, një përshëndetje të ngrohtë miqësore dha shoku i tij i viteve të luftës dhe viteve të pasçlirimit Tashko Lako, gazetar, shkrimtar dhe kryetari i Komitetit Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionale Çlirimtare për rrethin e Fierit. Timi është një nga shokët e mi të vjetër. Është veteran i luftës nacionale shqiptare
dhe pjesëmarrës në organizatën e Rinisë Antifashiste Shqiptare. Ka qenë në formacionet partizane si në qetën Ismail Qemali dhe të gjitha funksionet detyrat që ngarkor është munduar t'i kryej me nder. Si profesionist, fotograf Etemi ka lënë gjurmë të thella në historinë e qytetit tonë. Ai ka fiksuar në celuloid të gjitha zhvillimet ekonomiko-shoqërore të vendit tonë. Shokët si Etemi janë të rrallë. Unë gëzohem që ai, si që thot populli, i arritëm ditës dhe bëri 80 dhjetorin e lindjes. Të rroj sa t'i doj zëmra e pas nga herë gëzime dhe lumturi në gjithë familjen e tij. E natyrisht që kulmi i festës ishte torta jubilare e cila u prit me ndjenjat e emocionet më të thella nga të gjithë pranishmit të sallë. Dhe përsëri urime, jetë gjatë, 100 vjeç, e sa të doj zemra i dashur e tem. Me këtë rast, edhe ne si stafit televizionit Apollon, i dërgojmë përmes kësaj specialeje të nderuarit Ethem Rustemi urimet tona më të mira, jetë gjatë e të lumtur, në të mirë të familjes, të jetës sate të çmuar dhe të asaj jete prapse prap intensive që bën aty në studio, pranë aparaturave të tua të dashura, me të cilat të lidhe gjithë jetën tënde intensive në dobi të shoqërisë.